Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Thot pejgamberi selam, kush beson në Allahun apo ditë gjykimit, ose let fletë fjalë të hajrit ose let shukat. Ose fol fjalë të hajrit ose shuj. Edhe nëse je me të drejtë. Ka thënë pejgamberi selam, i garantoj shtëpi midis xhenetit atij i cili e lën debatin edhe kur është në të vërtetë. Te ki tamam. Me po që disa njerëz kur futen në debat e kanë kryet dras. E badjava që i thu ti, ja argumenton e sa, ja, sa që është. Jo, bre, sa është, s'ka birë nëna që ma mush mende. O ti dos, po t'japën argumentet, je jep ajetën, je jep hadithin, je jep argumentin e librin e sende, lëmë, gabimo, ku e ke gjeti këtana? Ku me ditë kush e ka shkru këta? Gabimo. Unë pa të ndodhë në herë, para 20 kësur vjetë, isha në zasi medresës, isha në Gjermani, edhe ardë njënë që të me një turk për një mesele familjare, edhe pja jap ajetën e Kuranit, lexo, ky pe lexon i janë, shqiptari janë, edhe po më thot asi, gabim, diçka son rregull. Më tash fa gabimi ajet Kuranit, po më nashta se ka përkthy tamam ai. Ai s'po thot unë jem kon gabim, po një gabim aty në jo Kur'an, fjalë e Zotit zguzon më kon gabim, e po ai përkthyse e ka gabim. Ose shtypi ose çka di unë, illa vet më kon tamam. Na era ballafaqos me njerëz të tillë. Largoju debateve të këtilla, se kalon polemik. Debati e kur palet kanë argumente. Polemika o kur veç kanë lafe. Haj, ma betose, diçka po rrokën. E po, unë që ditëm në herë rrugës njerëz, a debatojnë për sport, a për politika, për ekonomia, punë të lugë i kemi. A kështu në mena ngu, në për qajtore, në për mejlizë, në për sende, për çdo send jemi na. Ja, hoq, herët je, ala si kem suti ato që tapët, ala, ja, ngo, unë e që për të thamë. Ti ja ka zonë në i fetfa, ku ja bën bajat ati studentit. Ja, si e ka edhin mirë ti këtë mesela. Unë e kom pas gjyshin, bab gjyshin, stër gjyshin, tërtën bërë gjyshin, katra gjyshin e kom pas, ka që uj me zinit gjamiz, po akjas me zi si ka pas. Po kon qesh me gjin gjami atjene, po në modhe që e kon. Ti ja për din meselin, le që e në kon atat parët e tu. E na ere kur ballafaqohesh me të këtil, le debatin për hir të Allahut, nëse e bën këtë punë, thot pejgamberi alayhis salam, ka me ta garantu shtëpinë midis xhenetit.